Në 3 vend votime në Shuto Orizare do të rivotohet për këshilltar më 2 nëntor, pasi gjykata administrative vendosi në favor të ankesave nga Unioni i Romëve rreth zgjedhjeve, kurse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve konstatoi se rivotimi mund të sjellë ndryshim të mandateve të këshilltarëve. Në të gjitha komunat e tjera dhe në qytetin e Shkupit, Komisioni Shtetëror Zgjedhor konstatoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjes së këshilltarëve. Më 2 nëntor do të votojnë dhe qytetarët e 33 komunave, ku zgjedhja e kryetarit të komunës nuk u arrit në rrethin e parë më 19 tetor. Në këto komuna, sipas kodit zgjedhor, në balotazh përballen vetëm 2 kandidatët me numër më të madh të votave nga rrethi i parë zgjedhor. Në 33 komuna do të votohet në rrethin e dytë edhe atë: Aerodrom, Bogovin, Bërvenic, Vallandov, Vinic, Dibër, Debarc, Demirkapi, Dojran, Dollnen, Zërnovc, Herposh, Kërçov, Konçe, Koçan, Krushev, Kumanov, Lozov, Makedonska Kamenic, Makedonski Brod, Mogilla, Negotin, Probishtip, Rankovce, Rosoman, Struk, Studeniçan, Tetov, Qendër, Qeshinov, Oblishev, Çuçersandev, Shuto Orizare, qyteti i Shkupit. Votimi për kryetarët e komunave ka përfunduar në 44 komuna dhe rezultatet janë zyrtarizuar. Zgjedhjet nuk ishin të suksesshme në 4 komuna ku nuk u arrit censusi. Janë gjithsej 44 komuna ku është zgjedhur kryetar komune me rezultate përfundimtare në rrethin e parë. Mbeten 4 komuna për zgjedhjen e kryetarit, në të cilat kemi konstatuar se nuk ka census për të paktën 1/3 e votuesve dhe në ato 4 komuna: Gostivar, Vrapçisht, Qendër-Zhup dhe në Mavrov Rostush. Do të ketë procedurë të re zgjedhore për kryetar, e cila do të fillojë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, u shpreh Boris Kondarko, kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor.